Shikues të nderuar, ja ku jemi edhe me mikun tim edhe mikun e gjithë shqiptarëve Kreshti Osmanin, ai që jeni mësuar me po tek gjeopolitika e tij çdo javë. Faleminderit shumë që na pranove. Pse keni dalë sot? Na keni zbukuruar sheshën. Faleminderit shumë. Pse ke dalë sot? Pse ke dalë? Për atë që kam dalë ka 13 vjet. Me largu klikën anti-shqiptare. Cila është arsyeja që fillon këtu dhe mbaron këtë shupi? Cila është arsyeja që doni ta largoni Kreshtin në fakt? Arsyeja me ndalu zhdukjen e Shqipërisë. Jemi në moment historik, jemi në moment geopolitik, o ekziston Shqipëria ose nuk ekziston. Kasta e vjetër e Ramizalis e kanë nxjerrë Shqipërinë shitje për të ble pushtet në tryezat ndërkombëtare. Populli do ta ndalojë. Po se ndalojë nuk ka më Shqipëri. Po në fakt kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Republikës së Shqipërisë? Nuk jemi në kohën e kryeministrit, ky popull gjigant. Duke filluar nga këtu në Prishtinë, e në Lirid, ka 1000 kryeministra me qitë. Burra më të mirë se sa ne që jemi këtu në shesh. Më të mirë se unë, se ti, se sa gjithë ta. Po flitën shumë me emra, marrin emra, ai kush do të jetë? Smere me emrat e internetit, ato janë emra që i prodhoi interneti për nevojat konsumit dhe për t'i konsumu këto figura. Po çka nëse ty populli zgjedh, cili do të ishte vendimi i parë që do ta marr? Unë nuk jam këtu për t'u zgjedh, ne jemi në fazën e parë vllai. Po nëse dikush zgjedhet, cili është vendimi i parë që do ta merr? Duhet t'i hedhim një herë klikën poshtë, të rrëzojmë këto që janë, pastaj të vëmë rregullat e lojës, e zgjedh vetë populli se kush do ta drejtojë. Cili është vendimi i parë që do ta merr kryeministri i ri? Të zhbllokoj shitjen e Shqipërisë, të shqiptarizoj kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të kthej në binar sistemin kushtetues, të ndaloj të gjitha projektet dhe planet që janë firmos në errësirë dhe që po firmosen edhe në këtë minutë. Rama e ka ndjerë largimin, ka presion nga Federata Ndërkombëtare e Shkatërimit të Popujve dhe është duke hedhë firma për shitjen e Zvërnecit dhe të llokmave tjera të Shqipërisë. Hapi i parë do të jetë rikthimi i shqiptarisë, i kushtetutës shqiptare në autoritetin e shqiptarëve, bllokimi i të gjitha kontratave abuzive që ka firmos tradhtia dhe më pas ndërtimi hap pas hapi i të gjithë procedurave dhe hapave të cilët e rikthejnë Shqipërinë në binarët e shtetit, institucioneve dhe drejtës. Po cili kishte me qenë mesazhi drejtuar politikës Kosovës, që më ardhin ndihmu protesta apo jo? Politika e Kosovës na bekon sa herë vjen këtu në shesh, jeni këtu me lutjet tuaja, jeni këtu me pranin tuaj, keni qenë këtu dhe do t'jeni, zakonisht vinë në fundjava. Pa ju jeni garancia e Shqipërisë. E ke thonë në emision? E kam thonë në emisioni jotë, Kosova është garancia e Shqipërisë. Mos e lini këtë popull pa garanci, dhe kur të ngeli Shqipëria pa garanci, atëherë ne jemi në rrezik. Për sa kohë e kemi garanci në Prishtinë, jeni ju, janë vëllezërit tanë në Shkup, në Lirid, në Lugin, është garancia shqiptarisë, nuk ka frikë për sheshin. Po mesazhi drejtuar diasporës kur të vinë në pushime me ju bashkangjit sigurisht procesës, apo jo? Diaspora mirë se të vi, do të niset në datë 16 dhe 18, nga Europa do të vi gjithë, do të marshojnë drejtim Tiranës, edhe ata janë garda e Republikës Shqipërisë, duhet kthehen sot në Shqipëri, i dalin për zot popullit shqiptar, sepse ky është momenti geopolitik i cili nuk kthehet përveç se pas 100 viteve të ardhshme. Nëse nuk e ndalojmë tani zhbërjen dhe zhdukjen e Shqipërisë, nuk do të ketë më Shqipëri. Falenderoj shumë, akoma mirë se më mbyll me shqipunje. Falenderoj shumë. Posaçërisht me disa pika, prandaj edhe do t'i lexoj që të jetë shumë korrekt me Bashkimin Evropian. Shikues të nderuar, po shkojmë me kërkuar edhe mendime tjera dhe njerëz tjerë, shkojmë bashkë. Përshëndetje nderuam. Përshëndetje. A mund t'ju pyes, jam nga Kosova, një pyetje thjesht. Cila është arsyeja e protestës që keni dalë sot? Arsyeja e protestës është arsyeja që qeveria e ka mbush kopën dhe është mbush menja që nuk ka tjetër më përveç atyre, po ka plot dje me vajza të reja që mund ta drejtojnë këtë vend dhe kjo është e ardhmja. Kjo është pasqyra e Shqipërisë dhe jo po dy syra që vjen këtu mbrapa. Po besoni që me këtë protesta do të rrezohet kryeministri Rama? Po ka dhe forma tjera, se ne kemi provuar në 90-ën, në 1990-ës. E dim ne si përmjësët qeveria. Cila është forma tjetër sipas juve? Forma tjetër, kur të lusin vazhdimisht, lusin të lutën, dhe kur mirësjellja na e merr për dobësi, ka dhe një medalje tjetër. Cila është ajo? Cila është ajo dihet.
Me dhunë, do ta nxjerrni me dhunë. Po s'morë vesh me të mira me dhunë. Po, mund të thunë që ajo është grushtet në një farë forme, grushtet, do të bëni grushtet, do të bëni grushtet. Ja, ne nuk bëjmë grushteti, se nuk mund bëjmë grushteti gjithë populli. Grushteti e bëjnë grup njerëzish, jo gjithë populli. Ne nuk jemi një grusht njerëzish. Është e vërtetë. Nuk jemi ti Protesta sa po vjen po bëhet më madhështore, më e Edhe madhe. më e madhe ka për të bërë. Po cili kishte më qenë mesazhi për kastën politike në Kosovë? A më ju bashkangjit kësaj protesta apo çfarë